Njëkohën që presim për atë që pritet të shprehet gjykata e Hagës, do të kemi një komunikim drejt për drejt me avokat Ardian Bajraktarin. Avokat Bajraktarit, përshëndes, falenderoj për këtë komunikim drejt për drejt. Besoj e ndoqët edhe statusin e presidentes Osmani disa minuta më parë. Gjykata e Hagës duket se po shkon drejt përfundimit konkluzioneve të saj. Çfarë duhet të presim sipas jush? Përshëndetje edhe për juve dhe për shikuesit e televizionit tuaj. Natyrisht se sot ka filluar faza e fundit e ballafaqimit të palëve në procedurë me deklaratat përmbytëse përkatësisht përfundimtare. Natyrisht kjo është një shpërfaqje e asaj që kemi pa deri më tash. Natyrisht palët qëndrojnë prapa pozicioneve të tyre duke bërë rikapitulim të gjithë asaj që kemi pa dhe asaj përtej fakti që është pa sepse si dihet njëra prej mangësive jo të pakta të këtij procesi gjyqësor ka qenë pikërisht çështja e mungesës së transparencës. Prandaj çështja e prokurorisë siç ka qenë në vazhdimsi, në bindim time fillimisht ishte e paqartë në raport me kërkesën u kërkua 45 vitesh në total, apo nga 45 vite për gjithë secilin prej 4-shës së UÇK-s, e cila rezultoi pastaj me një sqarim shtesë nga ana e zyrës së prokurorit, ku sipas tyre ata kanë kërkuar dhe do ta kërkojnë edhe në ditët përkatësishtore në vazhdim, që 4-shka e UÇK-s të mbahet përgjegjës dhe përrjedhoi të propozojnë që të shqiptohen dënime prej nga 45 vite për gjithë secilin prej tyre. E duhet të thënë që kjo është në kundërshtim flagrant me parimet bazë të funksionimit të drejtësisë penale, për faktin se duhet me pas parasysh një element jashtëzakonisht të rëndësishëm në kohën kur pretendohen që janë kry këto vepra penale. Shkalla maksimale e dënimit ka qenë ndryshe, 15 përkatësisht 20 vite, për më tepër edhe praktika gjyqësore qoftë në gjykatat tona, qoftë në gjykatat përkatësisht tribunalet ndërkombëtare, maksimumi i dënimit është 20 përkatësisht 22 vite. Prandaj një çështje e tillë natyrisht që është në shpërputhje me parametrat mbi bazën e cilave funksionon drejtësia penale, mirëpo këtë duhet parë për herë si kërkesë të prokurorisë. Në ditët në vazhdim në bindim time do të shohim shpërfaqjen edhe të palës mbrojtëse, e cila natyrisht se në bindim time siç ka qenë jashtëzakonisht argumentuese nga mesi i shtatorit tek ndej, me dëshmitar jashtëzakonisht të besueshëm dhe kredibil. Besoj dhe shpresoj që do të arrijnë ta bëjnë trupin gjykues që pretendimet kryesore me thekë veçantë për sa i përket çështjes së ekzistimit të strukturës dhe hierarkisë komanduese, si dhe çështjes së ushtrimit efektiv të kontrollit si dy prej elementeve bazë për të konstatuar përgjegjësia komanduese, në rastin konkret nuk janë argumentuar. Prandaj një kërkesë, një tentativë e tillë e prokurorisë në raport me tentativën e tyre për ta zhvlerësuar rolin dhe kontributin e dëshmitarëve të mbrojtjes u pa edhe sot. Imajni situatën kur prokurori Avest pretendonte se zoti Clark dhe të tjerët cilët kanë qenë të njohur në detaj me procesin thonte që ose pretendonte që nuk kanë qenë të njohur me detajet e ngjarjeve. Prandaj vlerësoj që një çështje jashtëzakonisht jo serioze, e cila është pa që në kryet herës me dëshmi dhe dëshmitar jashtëzakonisht jo kredibil, ndonjëherë në shumë të rasteve jo dhe relevant. Prandaj gjitha këto bëjnë që se ka drejtësi, unë jam optimist dhe shpres plot që fundi i procesit do të rezultojë me rikonfirmimin e drejtësisë së luftës sonë për liri dhe faktin që UÇK-ja nuk ka pas qëllim, nuk ka pas synim të kryej krime, nuk ka pas strukturë dhe hierarki komanduese, nuk ka pas mundësi me ushtruar në mënyrë efektive kontrollin. Prandaj këta persona që po ballafaqohen me këto akuza tash e ca kohë, natyrisht që do të duhej me u shpall lirues, do të duhej me ardhë në shtëpitë të tyre nga tëshori eventualisht korriku më së largu i këtij viti, për faktin se së paku kështu janë edhe afatet procedurale të përcaktuara me rregulloren e procedurës dhe të provave. Avokat, lutem, a mund na thuar si vijon nga tani edhe në vijim i gjithë procesi?
Po sot paraqitjen e prokurorisë do të vazhdojë edhe nesër deri në përfundim të saj, pastaj natyrisht që do të ketë edhe zyra për mbrojtjen e viktimave kohën e vet për të vazhduar më pas me fjalën përfundimtare të mbrojtjes, filluan nga mbrojtja e Zotit Thaçi dhe gjithsesi vetë me radhë, dhe në fund në fillim të javës së ardhshme do ta kenë mundësinë që të deklarohen për nga 20 minuta edhe 4 SHAUÇK-s, pas të cilit natyrisht që kryetari i trupit gjykos sipas rregullores së procedurës dhe të provave e konstaton të përfunduar procesin gjyqësor, prej nga ku fillon me rrjedh edhe afati brenda së cilës natyrisht që trupi gjykues duhet të shqyrtojë provat një nga një dhe të dalë me vendim. Sipas rregullores së procedurës dhe të provave, trupi gjykues ka afat 3 muaj me mundësi shtimi edhe 2 muaj të tjerë si rrethon përjashtuese dhe të arsyetuar. Prandaj besoj që qershori eventualisht korriku do të mund ta kemi verdiktin në shkallë të parë për sa i përket epilogut të këtij procesi gjyqësor. Avokat, edhe diçka. Deklaratat e ish zyrtarëve të lartë për ushtrinë çlirimtare të Kosovës për ish luftëtarët, si kanë ndikuar në këtë proces të gjatë? Natyrisht, opinioni gjithnjë më shumë është i bindur që atje nuk po zhvillohet drejtësi. Fakti të njëjtë është vazhduar në mënyrë të vazhdueshme masa e pravërgimit si masa më ashpër për sigurimin e prezencës pandehurit në procedurë. Fakti që është parë në jo pak raste dëshmi edhe dëshmitar jashtëzakonisht kredibil, madje ka pasur edhe raste kur dëshmitarët vetë me zë dhe figure kanë theksuar që ajo që lexohej prej tyre nuk është në fakt në esencë ajo që kanë thënë në deklaratat e tyre. Pastaj ka pas edhe të tillë të cilët në fillim të procesit ishin dëshmitar të mbrojtur, pastaj me kalimin e kohës deklaratat e tyre bën të njohura për publikun, sipas të cilëve e kanë pranuar me zë dhe figurë që kanë egzageruar, kanë gënyer në drejtim të tentativës së tyre për të përfituar nga fondet për mbrojtje, përkatësisht mbështetje viktimave. Fakti që në pjesë bukur e madhe e provave janë mbledhura nga shteti serb, e kur kihet parasysh çësia që ka pas në vazhdimsi ky shtet, gjithë ato e bën që opinioni gjithnjë më shumë është i bindur që ky proces është i padrejtë, ky proces është i sërgjatur, ky proces është shoqëruar me shkelje të shumta, prandaj mbi të gjitha dhe në radhë të parë, bazuar edhe në dëshminë e dëshmitarëve të mbrojtjes që kanë qenë jashtëzakonisht kredibil, faktin që dëshmitë e tyre në jo pak raste janë karakterizuar përkatësisht janë shoqëruar me dokumente shoqëruese me prova, me kaplogram, raporte të ndryshme të administratës amerikane, ka bërë që këto dëshmi të jenë jashtëzakonisht të besueshme në funksion të mbrojtjes para së gjithash, por edhe të së vërtetës. Prandaj opinioni gjithnjë më shumë është i bindur që në rast se ka drejtësi, fundi i epilogut të këtij procesi do të jetë triumfues, do të jetë rikonfirmues për luftën e drejtë dhe faktin që ish-krerët të ushtrisë çlirimtare të Kosovës duhet të lirohen nga ky proces. Avokat, doja një koment duke u referuar statusit të disa minutave më parë të presidentes Kosovës, e cila thot çdo përpjekje që tenton të barazojë luftën çlirimtare të UTK-s me krimet e agresorit genocidial serb e minon besimin në drejtësi dhe dëmton rënd paqen afatgjat. Nëse do të dënohen ish-krerët e UTK-s, çfarë efekti do të kenë, jo vetëm për drejtësinë, por gjithashtu edhe për paqen afatgjat, siç shprehet në statusin e saj presidenti Osmani? Po, natyrisht është i drejtë ky konstatim në bindjen time për faktin se 4 SHAUÇK-s e kemi thënë që në krye të herës, pavarësisht tentativave të prokurorisë, përfshirë edhe ato deklarime të ditës së sotme që të njëjtit akuzohen kapacitete individuale, mirë po megjithatë duhet pasur parasysh që këta nuk akuzohen në kapacitete individuale, këta akuzohen në kapacitete si ish-krerë të ushtrisë çlirimtare të Kosovës, ushtri e cila me NATO-n, me Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe me vendet aleate dhe mike ka rezultuar fillimisht me shlirimin e vendit, pastaj natyrisht edhe me pavarësinë e vendit. Prandaj impakti, pasojat eventuale të dënimit të tyre do të jenë jashtëzakonisht të mëdha si për të kaluarën, po ashtu edhe për të tashmen dhe për të ardhmen e vendit. E mbi këto premisa unë shoh që duhet angazhim maksimal në drejtim të sensibilizimit të opinionit mjaftueshëm që këta persona nuk akuzohen si individ. Kjo është e rëndësishme. Këta persona akuzohen si ish-krerë, edhe pastaj natyrisht që përjashtohet mundësia që të kenë tentativa edhe për të kësaj qoftë në drejtim të delegitimimit të intervenimit të NATO-s, edhe eventualisht edhe mundësisë rikthimit në tavolinë të çështjes së shpalljes së pavarësisë.
edhe që në bindjen time pavarësisht që gjitha këto do të rezultojnë të përpjekje të kota, sepse çdo veprim, çdo përfshirje edhe luftën e ushtrisë shërbimtare të Kosovës është bërë në koordinim të vazhdueshëm me aleatët, me thekë veçantë me Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Prandaj un jam optimist dhe shpresoj plot që do të kemi vendim të rikonfirmimit të drejtë të luftës tonë për liri, sepse në këtë luftë nuk ishim vetëm, ishim me aleatët, po ashtu edhe gjitha etapat e më pastajme deri tek pavarësia e vendit, natyrisht që gjitha këto e bëjnë që ky proces të jetë jashtëzakonisht i rëndësishëm, jashtëzakonisht serioz dhe kompleks, si për të kaluarën, si për tashmen, po ashtu edhe për të ardhmen e vendit tonë. Avokat, falenderoj shumë, presim gjithë që i shkrerët kthehen në shtëpi edhe të marrin sa më parë lirin. Uroj ditë mbar. Grazie, faleminderit dhe juve.